Ju gjeta Blerina. Kënaqësi t'ju pres. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Hajde të lutem. Ky është vendi për juve. Faleminderit shumë. Thash një djalë i ri me shumë energji, ju lutem. Faleminderit shumë për këtë djalë i ri. Po pra se nga energjia në fakt edhe kjo puna i ri i vjetër nuk vjen për shkak të moshës, po pikrisht prej energjisë dhe vullnetit që juve ju karakterizon dhe këtë për cilën ju përgëzojmë, me thënë drejtën. Faleminderit shumë. Nga buron, ku është burimi i gjithë energjisë? Nuk e di, ndoshta ADN-ja, ndoshta gjeni Dardan, ndoshta balkanik, energji mediterane, nuk e di. Po gjithsesi, një dashni e madhe për Prishtinën, për Kosovën, për vendin, për gjithësi, për shqiptarin kudo që janë, me 28 në dorë. E vërtet, juve, unë po thëja dhe shikuesve që sot do të flasim pak për rrugtimin tuaj, edhe profesional, edhe atë personal, po le ta nis me shkollimin, pse mjekësia, apo si u bë mjekësia? Pyetje interesante. Një djalë i Prishtinës, ose shumë Prishtinë që shtojnë Tirana, me dëshiren e madhe për minimu njerëzve. Në fakt, unë dëshiren e kam pas me studiu diçka tjetër, krejt, art me që jam edhe mirem edhe me piktur, edhe me poezi, po gjyshi jemi ndjerë, i mori dokumentat nga akademia, nga shkolla e mesme e arteve, në PEJ atëherë, dhe i dërgoj në shkollën e mesme të mjekësisë. Prishtinë pa më pytur ishan pushime, edhe kur erdha tha, ti djali jam, do të mu bo doktor. Edhe kjo ishte ajo fillimi, edhe ndoshta... U mërzita ti? Jo, nuk u mërzita, me që edhe mjekësia është një lloj arti. Po art pak ma kompleks. Nuk është se në art mund të bësh edhe gabime, ndërsa në mjekësi nuk lejohen gabime. E ke mendu si do t'ishte jeta nëse ato dokumenta as do të rrhiqeshin? Jo, nuk e kam menduar. Në fakt e mendoj shpesher se po edhe njerë të filloja studimet prap mjekësin do t'a zgjedhja. Okej, po është pjesa ndoshta që më ka dhënë shumë. Më ka dhënë shumë edhe energji, më ka dhënë shumë dashni. Edhe për kundër asaj që përmenden në shkollën e mesme të mjekësisë, ka qenë vetëm një shkollë në atë kohë, më duket në Prizren ka qenë shkollë për farmaci, e mesme po flasëm, gjithmonë në vitet e 80, 1, 2, 3, 4 që janë vite shumë të largëta, edhe për atë arsye edhe më pëlqeu kur te një djalë i ri, me që unë i kam 60 vjetë tani, po kështu ndihem si djalë i ri. Nuk pres për moshën unë, energjinë ato vlerësoj. Gjithsesi, në fillim, kur fillum shkollën e mjekësisë, sigurisht se ka qenë një rrethon shumë interesante, jo nuk i mbani mend, po sigurisht audienca e din, janë koha e demonstratave, koha e lëvizjeve të mëdha nacionale tonat në atë kohë, të cilat kam pas peripeti, po gjithsesi e kam pas atë dashnin për librin dhe për studimet, që fatkeqësisht unë sot edhe si profesor që jam, nuk e shoh atë entuziazëm dhe atë vullnet të rinia që do shta krahasu me atë kohë janë komplet kushte tjera, janë rrethona tjera, janë rrethona të lirisë, që vetë liria e jep frymëzimin e gjetjes më të mirës. Po gjithsesi, gjeneratat e reja janë ma praktike, janë ma ndoshta edhe atë që kërkohet prej tyne, ku ta dim në 10 vitet e ardhshme se si do t'jetë edhe çështja e shkollës, marrë parasysh zhvillimet e mëdha në inteligjencë artificiale, po gjithsesi ajo ka qenë një prej kohëve ndoshta më të mira, se gjithë thonë që kanë qenë më të mira, me që në atë kohë nuk kem pas ndërprerje të shkollimit, që kem pas gjatë fakultetit, që është një historie tjetër. Të mbaj pak akoma të studimet, por ju ato në Prishtinë, por eksperienca edhe ndryshimi kur shkuat në Sarajev për ju. Sa ishte ndryshimi madhë, si u adaptove, si u gjende, çfarë fitove nga jo eksperiencë, nga jo kohë. Realisht shkuarja nga Prishtina ishte një thyrje e madhe, me që këtu mbyllën fakultetet, regjimi atëherë shumë sërb i mbyllit gjitha universitetet, filluan shkollat, shtëpit shkolla, që në fakt mua nuk më pëlqente, jo vetëm mua pas kujt, faleminderit për i prindve, cilët më mundësun pastaj vazhdimin e studimeve në Sarajev. Po, ikja në Sarajev ishte një botë tjetër. Në fakt, jo pse ishte qytet ma i madh, po ishte forme mentalitetit pak ma ndryshe se që ishin mësu në rrethonat tona. Në fakt, nuk ishte se ishte fakulteti ma i vështirë. Në fakt, mua atje mu ka dok ma letë se sa në Prishtinë. Po, ishte se ishe në një qytet ku nuk e gjeje vetë vetën. E gjeje vetën në aspektin e
koncerteve, ke pas çdo dytën, tretën ditë koncerte, që sot rinia jo nuk i ka, fatkeqësisht. Edhe po flasim për një Sarajeve, cila në vitet e para luftës ka qenë qendër kulturore për rock bandet më të mira të Jugosllavisë, këtyre dramave, filmave kështu me radhë, po gjithsesi kur shkon të studion në një gjuhë që realisht unë e flis jashtë, me që jam në Prishtinë kam pas edhe fqi dhe kem bisedu, kem fol, po kur shkon atje e gjen edhe një, si ta them, një pengesë tjetër se shprehjet që mund t'i bësh në gjuhën tënde amtare, nuk mund t'i bësh në atë gjuhë. Pastaj fillon ajo peripeti tjera, cilat janë jo gjetje zbanesës, jo afër fakultetit, larg fakultetit, po gjitha këto janë ato që i bojnë studentin të nihet mirë dhe në fakt edhe ta një anë tjetër të ta një anë tjetër të medaljes, me që deshta të dalë edhe me që në Prishtinë ne, kur studionim gjitha ta që vinin nga qytetet tjera, në fakt ne i shiqonim sikur të ishin të Prishtinës, e nuk e kishim atë anën tjetër se sa vështire kanë edhe me gjetë konviktin, edhe banimin, edhe ushqimet, edhe sajnë edhe shpenzimet në fakt. E këto shpenzime pastaj duhen me mendu edhe atë pjesën tjetër të medaljes që nuk e ke menduar në Prishtinë. Në Sarajev ju qëlluat edhe në periudhën e luftës në Kosovë. A ka një ditë që nuk e haron asnjëherë për nga lloji emocionit të fortë që të përçon sa herë? Realisht vetë fakti prej fillimit të shkollimit tim e kam pas një farë lloj filmi ose serie me shumë epizode. Edhe çështja e Sarajevës, fatkeqësisht në vitin 92, që e dini, në prill filloi lufta, edhe më zuri atje lufta. Nuk mundëm të dalim nga Sarajeva dhe për 3 javë kem tentu që të dalim vazhdimisht nga Sarajeva. Në atë kohë, me sa më kujtohet, ka pas mbi 500 studenta që kanë qenë nga Kosova, të studimeve të ndryshme. Më tepër ka pas student nga mjekësia, stomatologjia, po dhe veterinaria, akademia ushtarake, kështu me radhë, që jemi taku atje, jemi njoft, po në atë kohë, në ato 3 javë kanë qenë kohët të merit, edhe të përjetimeve më të rënda të jetës tem. Me që një djali i ri, fillon e përjeton një luftë e cila në fakt nuk është e jotja, edhe ashtu më tha dhe ai pronari i banesës, ta biri em, në gjuhën kroate, ta paketo të eshat dhe shko, kjo nuk është lufta jote. Fakt, edhe nuk ishte lufta ime. Po, u ktheva në Kosovë, fatkeqësisht në Kosovë pasaj diplomova, filloi lufta, punova në Nën Terez për vitet tona, dhe në 97-ën prapë u ktheva në Sarajevo që mos në vetëm studenti përjetshëm në atje në arkivat e fakultetit, dhe në vitin 97 diplomova prapë. Edhe është interesant se tani Sarajeva do më thonë, shumë viteve ma vonë pas luftës, ishte një Sarajev krejt tjetër. Nuk ishte ai shpirti i gjallë i rock bandeve, i kulturës, i artit. Po në çdo vend, në fakt edhe sot kam bisedë me shok, me kolegë, më thonë se ende ka gjurmë të luftës në Sarajev, që ne në Kosovë nuk e kemi në asnjë vend. Domthon fatkeqësisht ne i kujtojmë edhe shumë pak edhe viktimat edhe ato që kanë ndodhur gjatë kohës luftës, që do duaj, por në aspektin fizik të ndërtimeve nuk kemi ndonjë vend që na përkujton luftën. Pastaj fatkeqësisht u ktheva, fatmirësisht që u ktheva, fatkeqësisht në Kosovë filloi një krizë tjetër. Viti 99, fillova të punoj 98 në fakt unë me një organizatë amerikane si mjek në teren, një mjek i ri, djali i ri në atë kohë, dhe në teren atëre e njofta një Kosovë krejt tjetër. Kosovën e cila ishte në prag të rjedhjes plagëve. Ose kjo është pjesë tash emocionale me që ndërlidhet edhe me luftën dhe ADN-n tonë. Në atë kohë, me këto organizata shkonim në gjitha terenet, zonet e luftës, për do ndihmë atyne që s'kishin mjek, nuk kishin përkujdesje shëndetësore. Jo e dini se gjithë punëtorë shëndetësor, përfshi edhe fakultetet, edhe gjitha institucionet i larguan nga puna, domthonjë shqiptarët, dhe ata mbeten përpos pa pagën e muajit, vetëm edhe pa përkujdesjen shëndetësore. Kështu që organizatat e ndryshme... Cilat raste ju preknin zemrën më fort? Me tonë drejten janë disa prej rasteve që i kam përshkruar edhe në një emision, është rasti kur për herë të parë unë kam shku në Shalë Bajgorës dhe i kam pa ushtarët tonë atje duke përgatit ushqim. Dhe ajo ka qenë ushqimi më i mirë i jetës tem, me që në atë kohë unë shkoja,
i kontrolloj më shtarë, u kthesha në Prishtinë dhe në mramje kur dilim në diskotekë ose në kafene, me shokët e mi, krejt thonin që nuk ka uçk, nuk ka ushtar, këtu e mpralla. Po na nuk gëzoni me fol, se ti po fole, atëre dekonspirohej ajo pjesë dhe ishte shumë e rrezikshme. Edhe habitem edhe sot me kolegët tonë se herojt e vërtet janë ata që kanë flajt në përmal, që përfshi kuptohet edhe pjesën e rezistencës paqësore, mençurinë e Ibrahim Rugovës. Këto janë pjesë e atij puzzle-it që e formojnë atë mozaikun e madh që quhet liri. Pikërisht për shkak kësaj lirie, kjo rini duhet me pas atë vullnetin për me punu ma shumë, me kontribu ma shumë për këtë vend. Në vitin, me të ndështë apërç, në vitin 99, një grupë prej 10 kosovarëve u përzgjedhën me shku në specializim në Hollandë, në Utrecht. Hollandës, mesin e tyre isha dhone, shkuam për 3 muaj atje dhe kishim mundësi për ta zgjedhim cilin do specializim në Utrecht Hollandës, një prej universitetet më të mira evropiane për mjekësi. Edhe të 10-it u kthymë për shkak se kishte nevojë Kosova për mjek. Edhe gjitha vendet tjera që i kemi sot në rajon, ose edhe deri në Moldavë, Bielorusi, këto shtetet që kanë qenë të ish bashkimit sovjetik, që i merrnin studentat e tyre, gjithë kanë qëndruar atje edhe kanë vetë për studime. Ndërsa ne si mjek 3 të 10-it, 5 nga Prishtina, 5 nga Gjakova, të 10-it jemi kthy në Kosovë. Edhe secili ka bërë një karrierë të bujshme të mirë, po gjithsesi pa pishman që ju më kthy. Edhe sot edhe fëmijëve ju them që djalin e madhe kam në diploman edhe pak në stomatologji, djali 2 veç më ka diplomuar në IT, po bën një master në IT, e dëvoglin e kemi të pleqërisë detin i cili është 8 vjet tash i ka bo. Edhe kur flasëm për këto çështje them gjithmonë kudo që të ka nevoja dhe ju do të më kthy. Kjo është obligim dhe detyrë njerëzore çdo njeriu për ta ndihmuar vendin e vet. Është thënia edhe popullit se guri rond peshon veç vend vet. Vërtet. Me atë çka folëm deri tani, përshkruam një rini, një adoleshencë tëndën, i fokusuar shumë në ndërtimin edhe në përfundimin e studimeve, por shumë i përkushtuar edhe ndaj vendit, edhe dëshirës për të kontribu në mënyrën tënde. Po, kur ose cilat ishin ato momente që Valdeti i shpenzonte për të bërë qef? Si bëhesh e qefi atëherë? Edhe si i gjete ato flutrat që themi ne, si u dashurove më Valdet? Shumë interesante. Me që emisioni edhe është jo shumë i gjatë, që mund të përshkruhet se e përmenda se cila është storjen veti, emision veti. E kuptoj, por unë më buhen të lëviz në disa praktikave. Po dalëm prej asoj pjesës që ishte jo e zymë, po ma e vështirë e kohës. Realisht, kër u ktheva prej Sarajevës, një djali ri, faktikisht i diplomuar në Sarajev, unë isha i diplomuar edhe në Prishtinë, po i nati që ta marrë dhe diplomën, e cila mbeti peng që mos t'jem në arkivat e Universitetit Sarajevës, Fakultetit Mjekësisë. U ktheva dhe fatkeqësisht ato ditë nëna ishte në spital, edhe përkujdesja për nënën në spitalin e Prishtinës, aty në të njëjtën dhomë ishte një përkujdesje tjetër, një vajzë e re, që përkujdesje për nënën e saj, që kishin pak a shumë probleme me hipertensionin, edhe plakat si plakat, fillon me bisedu, pse djali ko ka i mirë, që ka i mirë, pse s'po bashkomi. Edhe me tonë drejten nuk e kom qeku me atë sy, se është dhimbja për nanën, përkujdesja, edhe nuk e kom unë e kom vrejt një vajzë të bukur të mirë, por nuk e kom mendue që mund tjetë gruaja i me ardhshme. Edhe kjo ishte ajo fillimi, edhe me tonë drejten një 3-4 javë kem dalë, kem pikape, kem bo biseda, po në fillim, si tem, jo që nuk më pëlqeu, po ishte me mosh një diferencë e moshës, edhe tha shajt mos të filloj se ndoshta nuk. Po, dashuria nuk pyet as mosh, edhe realisht Ardiona ishte në fillimet e studimeve, në fakultetin e anglishtës, ku pastaj diploman edhe në ekonomik, edhe ban 2 mastera, po gjithsesi ato ishin fillimet e para, ku ne u dashuruam, në fakt u fejuam ma vonë, pas disa mujve, edhe lufta në ndau, unë isha në Stankovec në Macedoni, po tëmë këto storjet e mija janë interesante, edhe
Provo të shkruash një libër o një film. Patjetër. Kjo sigurisht se kur dalë në pension edhe kur të kam kohë pak ma tepër, me që jam i angazhuar edhe në profesion edhe me studenta, po gjithsesi në një të ardhme do të mendoj për këtë. Edhe në Maqedoni, derisa unë punoja për këtë kompanin, organizatën amerikane, me refugjatët tonë në Stankovec, më njofton në ish drejtori i kompanisë, Ardiana është në Jazhince, më duket është qujtë kjo pjesa ka Tetova, edhe shkoj me kerë, e marrum, po paramendoni vajzë e cila vjen nga lufta, edhe ne në mramje e kishëm një nej, ishte sikur të jetojnë një botë këtë tjetër. Edhe e di se, thot, ato e në traumat më të dhaja që i kom pas jetën tem, se s'kom mendu që kërkun në botë, botë ahengë. Po vetëm 1 kilometër prej teritorit Kosovës, ku boj luft, ne nuk e kishëm ahengë, po ishte një mramje për me na u falenderu për punën që e bonin ata. Edhe këtu pastaj fillojnë këthimi në Kosovë, që e më këthy me 13 qershor, së bashko me Amerikanë, kuptohet unë me gruan time, edhe nga këtu fillon... Bë dasëm ju? Dasëm jo, në fakt e bom një darkë të mirë në Strug, edhe ky drejtori i kompanisë Amerikanë, anglez në fakt ka qenë, po i kompanisë Amerikane, ai më dha një javë ta shkon në mujnë e mjaltit në Strug. Edhe ishte ai pushimi, po në Strug i kisha familjen. Gjysmën e familjes, se gjysmën e familjes kishin mbet në Prishtinë. Dhe ke parasysh në kohë të luftës kur nuk din edhe ku e ke pjesën tjetër të familjes, po gjithsesi ishte një darkë e mirë, edhe prind u gëzun shumë, se edhe djalin tash e martun. Edhe masi u këtujmë Kosovë, faktisht unë fillova specializimin, Ardiana përfundoi studimet, fillum planifikum për krijimin e familjes dhe lindi Arti, si gëzimi i parë në vitin 2002. Si e kujton atë herën e parë që e ke marrë në dorë? Realisht, në vitin 2002 nuk kanë leju, edhe pse isha mjek, nuk kanë leju që t'jem unë në dhomën e lindjes. E çuditshme, edhe për atë kohë, edhe pse isha mjek, unë kisha pa lindje, kisha asistun lindje si student, si mjek. Po nuk lejohej prindi tjetë, nuk di ka qenë duket e reguluar me ligj, ose nuk di ashtu të ngjashme, po e di që dalja e kolegës tem që e ka lind, edhe thot që u bona e baba, ajo është ndjenja ndoshta më e mirë që njët dikush mund me përjetu, e në fakt është edhe më e mirë kur shkon edhe e mban në dorë. E mban një krijese cila pastaj ti planifikon të gjithë ato ëndra tua, të cilat ndoshta është keq që si ke realizu vetë, i mendon të ajtë që të realizoj. Jo që kam insistu t'jetë mjek, profesionin stomatologët e ka zgjedh vetë, po gjithsesi është mirë mu më pëlqen që edhe në trungun e familjes do të ketë ndikush që për kujdeset, për mjekësin që të vazhdoj. Kuptohet, deti është shumë i vogël, se Joni në fakt djali i dytë që ka linë 1 vjet ma vonë, tani mundohem shem t'i kompenzonim ato vitet dhe ta kryojmë një familje. Për fillim ishte 2 fëmija, ashtu e planifikuam, çka do që t'jenë, kam pas shumë qef. Edhe deti erdhi... Deti erdhi i planifikuar, po erdhi 16 vite ma vonë, shumë ma vonë. Kur këta janë, se zakonisht kur më shopping kështu në qytet detin në qafë, se ka një prej fëmijëve, edhe më thojnë, gjyshja, se ajo diferenca e madhe, mirë po, që është emision relaksus... Që ta keni edhe një fëmijë? Realisht në fillim kem pas qef që vajdu. E di, dëshira ime ka qenë për vajza. Edhe, për shembull për Jonin, Jona, planifikimi ishte vetëm aja dhe mbet Joni, e për detin sa isha në mision në Amerikë, se unë kam punu 4 vjetë mision në Amerikan në bazën amerikane ushtarake në Afganistan, si mjek atje, edhe kam planifiku për 4 vite që të kemi një vajzë. Edhe ashtu, edhe ideja ka qenë që Arja do tjetë vajza, edhe kur lindi detin, pak kur erdhëm dhe e diagnostikum shtatzanin e caktum, mjeku, që ishte i huaj, tha, do një abort, se i pa 2 fëmijë të rritun, shumë, po kjo është planifikim që ka do që të vjen, edhe det erdhi ashtu spontan, në fakt, prej pjesës 2 të emni të mbal det, edhe deti erdhë si ai rezultat me mendimin se djali në të ardhën i detit do t'jetë valë. Dhe valë detit do të kthej, unë kështu e shoh reinkarnimin në aspektin edhe figurativ. Shumë e veçantë kjo, pas kam dëgjuar ndonjëherë një
planifikim të tillë edhe të emrit. Val i Riu, bile në fakt kam mendue Valdet i Riu, si Gavril Dara i Riu, po gruaja ishte mba tepër për të shkurt, emrat shkurt, me që edhe Arti edhe Joni ishin vetëm nga në Trigjerma, edhe atëre zgjedhëm edhe detin, të jetë vetëm det. Si është në familjen e juj, në shtëpinë e juj, për zonjën këtë rast, të jetë në shtëpi me të gjithë djemt? Sa jeni krah për të në qoftë edhe në mirë kuptim, në diskutime e lërë më për gjëra tjera, dim që djemt janë pak më rëmujagji. Kja më e mire emisionit. Në fakt, ne në fillim edhe kur e kem diskutu ashtu, i kem rritë fëmin, edhe Arti edhe Joni, tani më të burat, ndaj se 22 dhe 23 vjeç, pregadisin ushqimin ma mirë se cili do prej neve. Edhe pse edhe unë jam një gurman i llojit veçantë. Po ata pregadisin se prej fillimit e kem, se cili duhet me kry punën e vetë, edhe në qofë se si fusim maqinë, po të pakten të maqina mjafu, që tavolinat jetë e pregaditun. Fëmijët i kam shumë të kujdes, shumë. Realisht ata edhe mirëmbajnë dhomën e vetë, edhe bëjnë thithjen e plurave, marrjen e plurave kështu me radhë, që të banë në aspektin, këtë aspekt nonën nuk e mundojnë. Për çka i kritikon më së shpeshë? Ose ku është limiti që edhe Valdeti edhe zonja e kanë me fëmijët? Pra, dëgjoj, jemi ata prindrit edhe miq me ju, po deri këtu. Në fakt, me zonjën këtë aspekt i kemi disa ndryshime. Unë jam shumë i lirë me ta, edhe jam shumë zemërgjër me ta. Nuk kanë limit të one. Dihet limiti cili është. Mos me sjell probleme në shtëpi dhe t'jenë të edukum. Pjesa më e madhe e trysnis time është kur unë i them merr një lexoni diçka, se mendoj se nuk është vetëm ajo, se është edhe pjesa e lojës ose pjesa e arktimit tyre, më kujtohet vetëm e ndërlidh me vllaun, marr vesh unë para ndoshta 5-6 vjetë që ata i kishin mbi 16 vjetë, që po shkojnë diskoteka, po takohen me kolegë, me shoqe, shok. Edhe unë i flas me vllaun, i cili është ata i shumë ai se unë, edhe o djallë, ta janë mi 16 vjetë, apo fillon edhe këta mi kontrolu, dëmonë me ndonë se prindi me nënë gjithmonë që mos po tikun prej dorës. Në fakt, rritja e fëmis në qytet madhe është shumë e vështirë. Po në këtë aspekt e kam pas grune, cila i ka shtërngu, i ka përmledh. Ki parasysh, kur isha unë në mision, nuk isha nga 3 muj, sa ashtu ishte 3 muj atje, një në shtëpi, edhe për 1 muj ti i lëshon gjitha që thojnë pejt, edhe nuk pa limit, edhe kjo është në fakt mashtrimi vetë vete, se ti mundohesh në përmjet dashnis, në përmjet liris tepërt, me ble dashnin që si e konë 3 muj me ta bashkë. Edhe kjo është ajo pjesa që gruja vazhdimisht i ka majtë, dhe kjo unë tamam 3 muj i qesë në binora, si quhet, kolosek, në Shina, edhe thot ti vjen edhe për 1 mujtit i qetë. Mirë, për gjithsesi, besoj që janë fëmi shumë të mbarë, tash edhe deti ka shembull të mirë në ta, kem djallë të jashtëzakonshëm në klasën e 3 në Vajkonicë, është në shkollën e muzikës për piano, që na bën shumë, na lumturon shumë. Shpesh herë na lum pika muzikore që na bën neve shumë t'jemi kështu të lumtur si familje. Unë jam shumë falenderues Zotit edhe punës të madhe si familje. Angazhimi ndaj familjes është pjesa më e mirë e jetës, e cila të kthehet gjithmonë më së miri. Po jo gjithmonë domosdoshmërisht kujdesi i madh edhe e bën familjen shumë kompakte. Po duhet është multifaktorial,